thoni që ka punëtorë që nuk I lexojnë kontratat para se t'u nënshkruajnë? Ndër vite është bërë vetëm formalitet, domethënë nënshkrimi, por edhe nuk lexohen, edhe nuk jepen ndoshta nga punëdhënësi për të lexuar. Nganjëherë kemi raste edhe që nuk japin kontratat hiç, apo ju japen një kopje e kontratës, edhe pse të ne ligji obligon që kontrata të jetë formale, të jetë qysh në ditën e parë të punës, andaj asnjë punëtor nuk duhet të shkojë as në ditën e parë të punës pa kontratë. Por këtu kemi edhe një hezitim të punëdhënësit që të pajisë punëtorin me kontratë pune. Andaj edhe nëse ja jap kontratën e punës, ja jap kopje. Por këtu duhet të them qartë se duhet jenë dy kopje, domethënë në mënyrë origjinale të nënshkruara, dhe njëra është për punëtorin dhe tjetra është për punëdhënësin. A ka forma të ndryshme ose përmbajtje të ndryshme të kontratave të punës? Si rregullohen këto çështje? Zakonisht ka forma të ndryshme, më varet për kompanive çfarë I bën, por ligji I punës e determinon një formë të shkruar që të jetë të dhënat kryesore të punëdhënësit dhe të punëmarrësit, të jetë domethënë kontrata ose me afat të caktuar apo me afat të përgjithshëm apo të pacaktuar. Gjithashtu kemi edhe kontrata për detyra specifike. Këtu janë 3 kontrata të cilat zakonisht domethënë ligji I punës I imponon të secili, andaj domethënë duhet në tërësinë e kontratës të jenë të drejta dhe detyrimet që kanë të bëjnë me pushimet, pagesat, fazën provuese dhe nënshkrimet. Dhe a ka kontrata që janë të nënshkruara por nuk respektohen pjesë të saj? Dhe ku mas shumë t'i ka kësa probleme? Kemi zakonisht për të mbuluar pjesën e vetë punëdhënësi I furnizon me kontrata apo me nënshkrimin e tyre, dhe ato kontrata jesin në sirtaret e punëdhënësve për arsye të mbulesës së punës tyre, për ndonjë verifikim nga Inspektorati I Punës apo ndonjë organ tjetër që kërkon inspektimin, edhe pse këto kontrata janë të shkelura për ditë më shumë. Këto kontrata shkilen në mënyra të ndryshme, domethënë nuk jepen pushimet në formën e caktuar, nuk parashihet domethënë e drejta atyre që 14 orë të punohet një javë dhe jo më gjatë. Nëse punohet më gjatë, atëherë duhet të paguhet edhe vikendet, duhet të paguhen edhe ditët e festave siç jemi sot, domethënë shtesat në punë natë, shtesat në kujdestari e tjera. Dhe kur jemi te pushimet, natyrisht sektori publik nuk e ka këtë problem, më shumë e ka sektori privat. Si mund të rregullohen këto çështje kur ta zëm një ndërmarrje? Ka nevojë patjetër të ketë punëtor aktiv edhe në ditë pushimi, edhe në ditë vikendi, edhe natën. Si rregullohen këto çështje? Realisht këtu gjëra janë të rregulluara me ligjin e punës, andaj veç duhet zbatim. Nëse punon një punëtor në ditën e festës, atëherë paguhet 50% më shumë se sa një ditë e rregullt. Nëse një ditë e rregullt është paguar 20 euro, atëherë ditën e festës paguhet 30 euro. Kjo ndodh edhe në vikende. Nëse paguhet apo kërkon kompania që të punohet edhe për gjatë vikendeve, atëherë çdo punëtor duhet të paguhet 50% më shumë se sa një ditë e rregullt, për shkak se ai punëtor nuk është me familjen e tij, edhe pse ndoshta mund t'ia jap 2 ditë pushim nëse të zontë mërkurën edhe tajten, por në ditë vikendi, edhe pse I duhet për të akumuluar 40 orëshi gjatë javës, ditët e vikendit paguhen shtesë për shkak se ai nuk është me fëmijët e tij, nuk është me familjen e tij, nuk është me shoqërinë e tij që vikendin ta shfrytëzoj për gjëra tjera, andaj ligji ka parapoqë që këto raste të paguhen 50% më shumë se një ditë e rregullt në ditë vikendi, 50% më shumë në ditët feste, gjithashtu 30% më shumë për një orë shtesë, duke llogaritur gjithmonë me pagën bazë, gjithashtu edhe 30% me punë natës, kujdesari e tjera. Po, problemi I përbashkët megjithatë edhe nga deklarimet e sotme në protestë është çështja e pagesës, edhe në sektorin publik, edhe në ndërmarrje publike, edhe në